Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot unë do të bëj një video ku bëhem gati. Do drejtoj flokët mbas një kohe shumë të gjatë, sepse kam harruar pjasterin tek vëllai im dhe u detyrova të blej një tjetër. Kështu, do bëhemi gati bashk, si bëhem unë gati në një ditë super të thjeshtë. Do t'i ndaj flokët në dy pjesë, një sekond sa ta largoj pak. Ndërkohë që unë po bëj video dhe për Instagram. Hello, aty kam tripodin ku po mbaj telefonin dhe këtu kam tripodin tjetër të vogël. Këtë ta lë kështu, ndërkohë do ka flokët. E di që flokët më janë bërë për të lyer, kanë dalë shumë, ndërkohë që më kanë hecur kaq shumë, po përdor shampon e plantur. Dhe vitamina që mirja nuk i marr më. Për faktin sepse nuk dua t'i marr më. Okej. Tani kur drejtoj flokët, kam dy lloje vajrash që unë përdor për mbrojtjen e flokut. Njëri është Olaplex, që natyrisht mbahet që është i mirë. E marr tek DM-i. Është i mirë, mua më pëlqen, për kaq sa po e përdor, sepse i përdor të dyja njëkohësisht, kur drejtoj dhe i bëj me onde, apo ku di unë përdor të Olaplexin, ndërsa për ditëshmëri përdor të DM-it, por ka raste që i përrezin të dyja. Nuk është se do t'i drejtoj perfekt, për arsye sepse jashtë bie borë, por është okay. Ndërkohë, e drejtova një normal që nuk është se do filmoj gjithë, sepse nëse unë filmoj gjithë momentin që drejtoj flokët, i bie që mua të më shkojnë gjysmë ore ose një orë vetëm për drejtimin e flokëve, por nuk kam ndërmend që videon ta zgjas aq shumë me drejtimin e flokëve, sepse besoj që të gjithë e dim se si drejtohen flokët. Kisha kohë pa i drejtuar. Ishte malli dhe të shikoj veten time me flokë të drejtuara. Kështu që drejta dhe unë do kthehem në shtëpi si lesh. Do i drejtova dhe flokët, janë bërë bukur apo jo? Se duket vetja si. Okej, është bërë shumë për të lyer. Në fakt po mendoj të bëj një budallik tjetër, po mendoj të lyej të kuqe. Nuk e di se u fiksova tek ngjyrë. Ja pash një blogere time të preferuar, kështu që okej. Tani unë do filmoj për një YouTube sepse e lash diku. Në qoftë se nuk më ndiqni në YouTube, në Instagram është me emrin tim Zelia Hasa, kështu që po bëjmë dy punë njëkohësisht. Tani unë do ndaj flokët, do mbaj pak dy kapse që mos më bezdisin ndërkohë që bëj make-upin. Do të përdor dy produkte, të cilët i kam më erdhën thjesht vërat. Kur je tipi fiksuar mbas make-upit, kur të del nami, atëherë e vendosa pak, se siç e thash, po bëj video për në... Unë po shikoj në dy kamera, ndërkohë që kam laptopin, ndërkohë që kam dhe kamerën normale.
Fytyra po më shkëlqen, duhet të them diçka që kjo të jep efektin mat. Unë kisha fondatinën e nyksit, por e hodha sepse nuk po ma bënte fytyrën shumë keq kur e vija dhe më dallonte çdo rrudhë që kam poshtë syve. E pranoj që poshtë syve kam rrudha dhe kur vendos make-up më dallojnë vërtet shumë. Do vazhdoj direkt me fondatinën. Dihet se çfarë fondatinë përdorën për përditshmëri, Essence Pretty Natural, numri 05 neutral champagne. Për çmimin që ka, e kam thënë, ja vlen për faktin sepse përditshmëri zakonisht do të përdorësh një pudër shumë të mirë dhe pse jo të shtrenjtë, por për mua është okay. Spongjin është Chickpeas, se kam për make-up. Ky është spongji i Real Technique. I kam lërë 2 copë 10 euro. Ja, se si qëndron fondatina në fytyrë. Është shumë bukur, mua për vetëm pëlqen. Nuk ka dallim shumë dhe me pjesën e fytit. Do vazhdoj pak me vetullat. Çfarë përdorëm për vetullat? Të Essencës. Kështu që do vendos konturin para se të vazhdoj me syt. Konturi është nga Kik, nuk është shumë kaf. Unë e kam si dritije, kështu që kam parë që shumë vajza, sidomos në TikTok hack, make-up hack, kam bërë këtë pjesën këtu për arsye që të dali syri më i tërhequr. Unë nuk e di se si do më dali tash, por gjithsesi ta provoj. Ku është spongji? Jo, do përdor këtë të konturit. Këtë të konturit për ta hapur. Kjo është pjesa me kontur, ndërsa kjo është pjesa pa kontur. Unë do hap dhe pjesën tjetër, do filmoj dhe pjesën tjetër për Instagram, do ta lë për Instagram. Kështu që shihemi pastaj tek Ice. Pësë kam ishë bluzën mrapsh dhe thonë kur vesh bluzën mrapsh është fat dhe shpresoj të jetë realisht fat sepse fati më duhet këtë ditë. Me sy mbarova. Po vendos tani concealerin. Me sy mbarova vetëm me tonin e syve sepse kam për të vendosur edhe ata Remelin. Ky është që përdor për concealerin. I ndroj shpesh herë për t'i provuar. E për ata vim të të ngria nga lartë. Keni gjithsesi ta rregulloj. Tek pjesa e concealerit do përdor pak pudër të thatë. Që make-upit në gjaj super duhet plotësohet, kështu që nuk është akoma luku final. Për qërpikën do përdor këtë të Maybelline Sky High, është super i mirë. Rapis. Fat njërë pas të veç. Për buzë do të përdor ngjyrë natyrale, një lapsin dhe lipstikun mat, nga lipstiku është nga Manhattan, liquid mat, lip color, ndërsa lapsi është nga Trend It Up.
të gjitha emrat e produkteve dhe numrat unë do t'i shkruaj poshtë, nëse ju nevojiteni keni të shkruajtura. Dhe lipstikun. Një sekundë sa të bëj videon në Instagram prekjen finale. Unë jam gati, kështu që kush të doj, le të vi të pijmë një kafe bashk. Kështu që faleminderit që më ndoqët, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Kjo është një video get ready with me. Një video shumë e thjeshtë, një make-up shumë i thjeshtë që unë e përdor në përditshmëri. Faleminderit shumë që më ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe, like. Ciao, shihemi në një video tjetër.